I gjithë handi falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet e përzemërt ta ja dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e pasuan dhe do ta pasojnë atë deri në ditën e gjykimit. Besimtari është gjithmonë bujar, besimtari është gjithmonë krenar, besimtari është gjithmonë i butë dhe i mirë dhe i sjellshëm me të tjerët. Është shumë rëndësi në praktikimin e sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam që të furnizohemi dhe të kemi në zemrat tona, në sjelljet tona butësi dhe bujari. Është shumë rëndësi kjo për besimtarin, për muslimanin si musliman edhe për besimtarin si besimtar. Sepse është në pasim të pejgamberit alayhis salatu wassalam për aq kohë sa është i butë dhe i lehtë për të tjerët. Zoti xhaleshanu kur i përmend cilësitë e atyre të cilët do hyjnë në xhenet, përmend se thot kullu sahlin, thot çdo person i cili është i lehtë në muhabet, i lehtë në punë, i lehtë, i butë në marrëdhënie me të tjerë, thot do jetë pjesë e xhenetit. Kurse pejgamberi alayhis salatu wassalam nga qëllimet kryesore të larta të dërgimit të pejgamberit si profet të Zotit ishte kur tha inni bu'ithtu muallima, më pari tha unë jam dërguar sikur mësues. Është interesant se pejgamberi nuk po i thot vetvetes se unë u dërgova si imam, unë nuk u dërgova si diçka i caktuar, si mësues. Do të thotë që besimi, Islami, kjo fe na mëson gjitha porët e jetës që të jemi besimtar. Jo vetëm brenda xhamisë, por edhe jashtë xhamisë. Se si duhet sjellemi në xhami, se si duhet sjellemi jashtë xhamisë, se si duhet i kryejmë lutjet dhe adhurimet, edhe se si duhet jemi të sjellshëm me njerëzit e tjerë. Më pas tha, wa inni bu'ithtu muyassira, dhe unë jam dërguar sikur lehtësues, për t'u lehtësuar njerëzve sprovat, për t'u lehtësuar njerëzve punët dhe çështjet e dunjas. Ai person i cili është besimtar, i cili është në sunet pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe pason këshillat dhe mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, duhet jetë i butë, duhet jetë i lehtë që ua lehtëson çështjet e tjerëve. Besimi është shumë diçka e lehtë. Nga lutjet që shpesh ndoshta pleqët e dinë shumë më mirë se ne kanë mësuar ne, edhe ne trashëgojmë brez pas brezi, është lutja kur themi Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin. Shumë shpesh e kemi mësuar që në mekteb këtë lutje e që ka të bëjë me atë me lehtësimin. Ku Zoti thotë pra Rabbi yassir, lutju Zotit që ta lehtësoj çështën. Por ashtu siç i lutemi Zotit që të na lehtësoj dunjajt, na lehtësoj çështjet e dunjas, po dhe çështjet e ahiretit, gjithashtu edhe ne duhet jemi ata të cilët ua lehtësojmë tjerëve. Ne duhet jemi ata të cilët i afrojmë njerëzit të tjerë. Pejgamberi alayhis salatu wassalam gjithashtu kur urdhërua, Zoti e ka thirrur me emrat më të bukur të tij. Një ndër emrat e bukur që thuhet se i dedikohet pejgamberit alayhis salatu wassalam është Allah-Taha. Kur Zoti tek surja vetë me emërtimin Taha, i thot Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. O Muhammed, ne nuk ta dërguam ty Kur'anin famlart për të rënduar ty, për të duks ty si i vështirë. Illa tadhkiratan liman yakhsha, por ta dërguam sikur përkujtues për ata të cilët kanë frikë, respekt ndaj Zotit. Pra ky Kur'an, kjo besim, sepse vetë Kur'ani do të thotë besimi jon. Kur'ani famlart do të thotë Islami. Islami ka ardhur pra për lehtësim, nuk është sikur barr, nuk është sikur diçka e rëndë. Nuk është për ta rënduar fen. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Ky Kur'an nuk ta zbritëm ty për të rënduar. Pse i kemi dëgjuar ndonjëherë njerëzit thonë, "Po feja është e vështirë", thotë. Feja është e rëndë, apo thotë është vështirë më u fal. Apo thotë dikush tjetër thotë është vështirë ta agjërosh. Po pyetini një herë ata të cilët janë brenda Islamit. Pyetini një herë brenda Islamit ata të cilët janë dhe kanë përkushtuar zemrën namazit. Pyetini një herë, është vështirë më u fal? Jo, përkundrazi, është lehtësim, është kënaqësi më u fal. Pyetini ata të cilët agjërojnë kur vjen muaji i bekuar Ramazanit, atë kënaqësi që përjetojnë ata, a mund të zëvendësohet? A është e vështirë? Ti pyesësh besimtarët, asnjëherë thotë jo, ne kënaqemi thotë në Ramazan. Nuk ka kënaqësi më të madhe për ne se sa të agjërojmë, të jemi të agjërueshëm. Është kënaqësi sepse përfiton shumë kënaqësi nga ajo.
Por qëllimi i kësaj hutbe, cilën do të mbaj unë, pra ishte lehtësimi. Kemi si besimtar duke nisë prej imamit e deri tek xhamati i fundit, ne duhet jemi ata të cilët fen të tjerët e transmetojnë në mënyrën më të bukur dhe në mënyrën më të lehtë. Për imamit, sepse ka thënë innal ulama warathatul anbiya. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë pra ulemaja, dietarët, hoxhallarët, imamët janë trashëgimtarët e profetëve. E pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e njohur që kemi cituar ka thënë yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Lehtësoni, ka thënë çështjet, mos i vështirësoni. Lehtësoja dikujt ardhen në xhami, mos ja vështirëso. Dikush do me nis me fal namazin, thuj hajde një ikindi, hajde një akşam, hajde një aci, mos i thuj drejt, patjetër duhet t'i falësh 5 vaktet në namazit. Thirrë për një xhuma. Ndoshta ai nuk falet hiç, thirrë një xhuma, hajde, eja, lehtësoja mënyrën deri tek për të gjetur dritën e Zotit. Për të futur në Islam, lehtësoja, yessiru, wala tu'assiru, edhe mos të ja vështirëso. Se në moment njerëzit ndonjëherë i vështirësojnë fenë, përmes çështjeve të caktuara se si trajtojnë ato, e vështirësojnë fenë. E kjo nuk është në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam, tregon që çdo herë që pejgamberi ka mbetur në një situatë për të zgjedhur mes dy gjërave, çdo herë thotë ka zgjedhur atë që është më e lehta. Më e lehta çdo herë. Zgjedhje po jo këtë më të lehtën pejgamberi. Jo vetëm për veten e tij, po ka menduar për gjithë umetin. Për gjithë umetin që do të pasojë atë deri në kiamet. Për të lehtësuar atyre gjendrë. Beshiru, vazhdim të hadithit, beshiru wala tunaffiru. Përgëzoni dhe mos i qortoni apo mos i tmerroni. Mos i bëni që ta urrejnë besimin apo ta urrejnë fenë apo t'i urrejnë disa persona të caktuar. Pse mes çfarë arrihet kjo? Beshiru duhet t'i përgëzosh njerëzve. E sheh se ka bën një vepër të mirë, po, lavdroj atë. Mos i thuaj se i ka bën për sy e faqe. Dikush që do t'i ndihmoj dikujt, hajt thot se për sy e faqe ka ai. Jo, ai ka marrë një nisëm, të cilën do ta ndihmoj dikë. Edhe përmes asaj ndihme që ja jep dikujt, ai kontribon në Islamit. Ndoshta nuk falet. Ndoshta akoma nuk ka në xhami, por e ndihmon dikë. Mos e paragjyko ti si besimtar, do të thuash elhamdulillah ka bën një punë të mirë. Për një mendja të mira të njerëzve. Përmendja punë të mira një herë, fillimisht për t'i thirrur, për qenë ai i cili thret njerëzit drejt udhëzimit tek Zoti. Kjo është udhëzimi. Kur të marrim cilën është wala tunaffiru, mos i bëni ti urreni. Në thretë të mek, mos i bëni që ti urreni njerëzit. E përmes çfarë bëjmë ne që ta urrejmë ndoshta ndonjëherë xhamin apo namazin apo fen apo çfarë, i bëjmë përmes asaj se si sjellim ne jashtë xhamis. E sheh jashtë xhamis i egër, e sheh i vrasht me fjalë, e sheh i ofendon ata të cilët ndoshta nuk janë sikur ai. Jo, mundohu që t'i afrosh. Mundohu që t'i afrosh sepse afërsia jote, ndoshta me një fjalë të butë, me një fjalë të urtë që ti ja thua atij, bësh sebeb që ai ti kthehet Zotit, ti kthehet xhamis. Edhe kjo gjë për ty është shumë me vlerë, që mund t'i arrish gradat e larta të xhenetit. Përmes saj, pse nëse bësh ti sebeb, çdo herë ai që vjen në xhami do të shkruhet edhe ty sevap pa ju munguar atij. Çdo herë që ai e ka mendimin e mirë ndaj Islamit, ty do bësh sebeb që edhe ty të shkruhet një kontribut shumë i madh për Islamin. Ka pas njerëz që i kanë urryer. Kohët e fundit jemi pak aktual, po ndëgjoj ka këngëtar të ndryshëm kështu. Këngëtari Golden G që i thonë këta, sfundi tregon për një person thot në Gjermani më thirri që të bëjmë një koncert thot, por me apel për t'i ndihmuar ata të cilët janë smur. Konkretikisht e kishte për fëmijën e vet. Edhe bëri apelin edhe i thirri të tjerët që të vinë aty, por të gjithë refuzuan. Thot ama për ty Gold, thash çdo herë kom pas mendim të keq thot. Çdo herë të kom urrëjt, nuk e di pse. Të kom urrëjt vetëm se ke thirrë në besim, vetëm se në fjalët e tua, në tekstet e tua ke thirrë në Islam. Unë nuk të kom dasht kur, thot. Po kur mu desht ma mas shumëtit, kur mu desht mas shumëtit për familjen tëme, për evladin tëmë, kur ishtë në pyetje jeta e ti, vetëm ti mu përgjigje për gjithë atyre tjerve. Edhe ka ardhur sot që të kërkoj ty halalek, me mba halal për gjithë ato rejti që kom trajtuar në darteje. Edhe ky person u kthye besim me çfarë, me sjelljen e mirë.
me sjelljen e mirë, me fjalët e mira, me gjestet e mira, ju kthye besimit. E dim se profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka qenë shembulltyr në çdo aspekt. Po përsëri, kur ishte në pyetje butësia e tij, aftësia e tij, Zoti me këtë e lavdroi. Me këtë e lavdroi. Wa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sikur ti o Muhammed të kishe qenë i vrazhët dhe i egër në fjalët e tua, lan faddu min hawlik, do të ishin larguar prej rrethit tënd. Kush do ishte larguar? Ata të cilët ju afruan. Nëse pejgamberi do ishte kanë i egër, apo i vrasht me fjalët e tij, do ishin larguar prej pejgamberit. Po pastaj mendoje ti, si imam, si besimtar, nëse prej pejgamberit do ishin larguar, prej te çfarë pret? Prej ne, nëse tregohemi të vrasht ndonjëherë, çfarë pret? A mendo se do afrohen te ne? Nuk mund të afrohen. Sepse kjo është ligj i Zotit. Edhe na mësoi që këtë formë tha, nëse do ishte kanë i egër tha, nuk do i kishe përfituar zemrat e tyre. Është shumë e rëndësishme për sjellja jonë. Tregohet një shembull ku një person kishte vendosur për herë të parë që të vinë në namazin e xumas. Edhe tha, e bëna një jetë me ardhmë xuma, edhe erdha. Për të hyrë në xuma, shkova për të fal, imami ndër tjera tha, fikini telefonat. Unë tha, nuk isha aq shumë i përkushtuar të ajo pjesa, por rastësisht thot, telefoni jam mra. Edhe nisi që të bëj zhurmë, telefoni jam, edhe xhamati tjerë automatikisht të kthyen ka ai të cilit i cingroi telefoni. Edhe në ato momente të gjithë e më këshyren egër thot, edhe vrastisht. E mbylla tha telefonin, por u largova thot më pas nga xhamia. Por u largova me një përshtypje tjetër tha. Kisha përshtypjen që kur të vinë xhami do sillen mirë me mua, nuk do më paragjykojnë, nuk do më largojnë, po do më afrojnë drejt xhamis, do më afrojnë drejt besimit. Edhe tha u largova me kokën e ulur thot, edhe dola prej xhamis, shkova për të vazhduar rrugën. U lodhur pak tha, do kthehem te një kafe. Kur u ktheva te kafja tha, porosita kafen, erdhi kamarieri, më sjelli kafen. Kur ma sjelli kafen tha, unë rastisht u lut me gjëra tha, e derdha kafen. Erdhi kamarieri tha, as nuk u sjell keq me mua, po me butësi ma mori atë tha, do e sjelli tjetrën. Me shumë butësi dhe urtësi. Tha edhe krahasova vetveten tha, si ka mundësi tha, këta të cilët thrasin te Zoti, qenë ka kaq të vrazhd. Drejt më kritikuan, drejt më ofenduan, thanë, mbyllë telefonin, kush je ti, çfarë bën ti? Drejt. Çfarë tregon kjo? Se ne në xhami, ata të cilët thrasin tek Zoti do të jetë shumë më të bukur, shumë më të mirë se sa ai i cili thret drejt interesit. Ai vetëm ka interesin e caktuar. E interesi i ahiretit s'do të krahasohet me interesin e kësaj dunja. Asnjëherë. Sepse lehtësimi që ja bën ti një vllaut në këtë dunja është shumë më rëndësi dhe shumë i lartë për ty që do japësh llogari përpara Zotit, po ose do ngritesh shumë përpara Zotit xhaleshano. Përmend një rast ku e përmendin dietarët të dy personave, të thotë. Vin dy persona thot në ditën e Kiametit, edhe do dalin përpara Zotit, edhe ky e pyesin njëri tjetrin, "Kejfe haluke me Allah?" Si ke punën me Zotin? Si ke punët? A ke sevapet mira? Si ke punën me Zotin? Kejfe haluke me Allah? Ky thot, Allah tha, unë nuk e kam punën mirë. Pse thot, vetëm një të mirë e kam. Gjitha tjera gjunahe. Vetëm një sevap, me thonë të na. Gjitha tjera ti kam gjunahe. Po ti thot, kejfe haluke me Allah? Po ti si ke punën me Zotin? Mua sa më duhet vetëm një e mirë, vetëm një sevap më duhet për të rënduar peshorja dhe të hyjë në xhenet. Por janë mizan, tha, as kthej as andej. Dy persona, dy shok. Vetëm një mirë, thot, duket, ky tjetri thot, unë jam prej xhenem, thot. A di si thot? A di çfarë do bëj, tha? Merre këtë sevapin, këtë mirën time, merre ti, tha, let rëndoj peshorja jote edhe futu ti në xhenet, se unë ashtu kështu do shkoj në xhenem. Ashtu kështu do shkoj në xhenem. Por akoma e kishte hallin tek e mira, tek ndihma, sepse në besimin e tij, në urtësinë e tij e kishte për të bërë tjerëve mirë. Edhe ja jep ky. Por në ato çaste dëgjohet një zë. Edhe e thret, ja ibadi, o robërit e mi. Çfarë bët? E thret ky. Ja abdi, o ti robi im. Kur çova të mirën? E kishe një sevap. Kur doli përpara me, e kishe një të mirë, një sevap. Çfarë bëre me të?
Ja Rab, tha, unë ashtu kështu do shkoj në xhenem, tha, ja laç shoku tëm, le të hyj ai në xhenet. Zoti tha, si, tha, si ka mundësi, kaq mallështi, tha. A ti je më i bujar se sa unë? A mund të jetë robi më i mirë edhe më bujar se sa Zoti? Asnjëherë. A mendon se ti do i sillesh butësi, urt, but me dikë, e Zoti s'do sillet ashtu me ty? Tha, jo, asesi, tha. Ku po shkon ai shoku yt, tha? Drejt xhenetit. Shko, tha, ndale atë, kape për dore. Merr edhe këtë, tha, e hyni bashkë në xhenet. Me një të mirë, me një sevap, me një urtësi, me një butësi që tregoj, në ato çaste ku ishte shumë vendimtare, i tha, merre shokun tënd e hyni bashkë në xhenet. Për një të mirë, për një sevap, merre, tha, hyni bashkë në xhenet me ta. Është shumë rëndësi, sepse Zoti është i butë ndaj robërve të tij. Inna Allaha latifun bil ibad. Inna Allaha latifun bil ibad. Vërtet Allahu është i butë ndaj robërve të tij. S'ka njëri në botë që është i butë se sa Zoti ndaj robërve të tij. Ndaj duhet jemi nga ata të cilët jemi të butë, të urtë, edhe paraqitemi në Islamin paraqisim njerëzit në formën më të butë, në formën më të mirë, t'i afrojmë njerëzit, që fjalori jonë le të akojmë mjalt, që t'i thrasim njerëzit drejt e mira, sepse fjala e mirë e zbut edhe gurin. Ma besoni, edhe gurin e zbut. Fjala e mirë. Mundohuni që besimtarët si besimtar t'i thresnin besim njerëzit, kur t'i thresnin formën më të bukur, në formën më të mirë, që ai kur të vi këtu t'jeti i kënaqur, që ai kur ta njoftohet me Islamin t'jeti i kënaqur, që ai ta gjej besimin, sepse besimi është lehtësim dhe është vështirësi. Asnjëherë s'mund të jetë vështirësi.